mërgjimtarët i kanë ndërtu shtëpijet më të mira këtu se sa atje ku jetojnë, kanë bë punën më të mëshme që i kanë ndërtu shtëpijet e bukura edhe ja kanë shtirë rajt fëmijëve këtu. Pse tha na ke premtu me shku në Kosovë, s'po shkojmë. Po, bëre kam punë kështu, tha, hecpi mba fjalë ti, tha qysh, tha, po du me shku në Kosovë. Po qysh me shku, s'kam kerë, shkoj me autobus. Përpara, thoshte vetëm për Düsseldorfi, i kemi pas 4-5 fluturime. Tash i kemi 18 deri 24 edhe s'po muj me i përballue. Ti nuk jeton në Kosovë, po kohë e gjatë që ti jeton në Belgjikë edhe normal që të ka marrë prej atje tu, po ç'është po mundesh me bo që ndërlidhen, mos më na mungu as neve, po mos më mungu as familjes atje. Kur do njeri me punue, edhe kur e ka pasiencë, në rand parë është pasioni për këngën, gjithmonë gjen kohë. Unë e them kur do njeri 100 arsye i gjan me e realizue. Kur nuk don 101 i gjenë mos me realizue. Për mos me bo. Unë e kam atë pasionin për këngën dhe nuk më le rahat pasioni edhe vi realizoj këngët, jam në mes Belgjikës edhe të Kosovës. Ku e një kështu vetën më rahat? Kur vjen në Kosova, kur shkën atje te fëmija, se dyqysh është një farë lidhje që nashta s'mun është tërheqe mos e këpot ka. Që atje kam pjesën e familjes, që është pjesën e shpirtit, po këto kam pjesën e jetës, pjesën e shpirtit në orët jetës që kam kalu në Kosovë dhe jam rrit, jam kriju si këngëtar, besa kom punu dhe në Arsemnia 15 vite, kështu që në Kosovë marrat, që me thotë ushqimin shpirtënor e marrë me veti, edhe mban një kohë gjatë aja. Këtu ushqem shpirtënor. Çka të mungon prej Kosovës kur shkon prani? Çka e vren që të mungon diçka këtu? Gjithçka. Prej ajrit të tutje. Gjithçka, natyra, shok, misht, ambienti. Unë për post në Australi nuk kam qenë, nuk ka vend tjetër që në Amerikë, Kanadë, në Evropë mos të flasim, po ngrohtësinë që e kim Kosovës është kërkon. Unë po du me kalu pak të kjo pjesa që normal janë festat e fund vitit edhe shumica mërgjimtarëve vinë në Kosovë për me i festu të familja. Ty çka të pruni në Kosovë? Çka të bjen në Kosovë për fund vit? Angazhimet. Angazhimet. Kam një mbrami, një dasëm kam marrë për to, po edhe isha familjen, kështu që unë vi shpesh. Sa herë në vit të bjen më orë në Kosovë? A ke mujtë me numru në herë? Varet, po ndodhë çdo muj, ndodhë çdo 2 muj, po... Unë i përmena festat e fund vitit edhe po du me ditë ti jeton jashtë edhe e vrejnë këta se sa vinë mërgjimtar të halon Kosovë. A vinë halosh është qënar për para me festu festat e fund vitit, bajram, vitrije këto në Kosovë halon? Po mduket që po shtohet ardhja e mërgjimtarëve edhe për festa, po edhe për pushime. Derisa ma herët kanë ardhur një herë në vit, 2 herë rallë, tash 2 herë gjithsesi, po vinë edhe ma shpesh kur i kanë pushimet, sepse tash janë fëmijët cilët po insistojnë me ardhë në Kosovë, sepse atë këtu e gjenë ngrohtësinë. Plus edhe mërgjimtarët i kanë ndërtu shtëpijet më të mira këtu se sa atje ku jetojnë, edhe fëmijët po vinë edhe të shtëpijet e tyre, dhe unë mendoj që kanë bë punën më të mëshme që i kanë ndërtu shtëpijet e bukura, edhe ja kanë shtirë rajt fëmijëve këtu. Në vendlindje. Ti a e vrenë këto edhe të nipje dhe të mesa dhe të fëmija tu? A kanë edhe ata qef, kështu entuziazëm për me arë? Gjithsesi. Unë e kam një djalë të motrës, edhe më thotë se e pa ta bo plan, i thash fëmijëve keme shku për vitri, tha po pastaj tha, më dolën dhe punë tjera, shita kerën, e bleva një banesta dhe mu preshen kushtet. Tha. Kishte dalë djalit e dera, tha dhe tha të i kajtë. Çka kije? Pse tha na ke premtu me shku në Kosovë, s'po shkojmë. Po, bëre kam punë kështu, tha, hecpi mba fjalë ti, tha qysh, tha, po du me shku në Kosovë. Po qysh me shku, s'kam kerë, shkoj me autobus. Edhe për një me kanë ardhë, tha, u dasht me ndru planet, tha me ardhë, hatri fëmijëve. Kjo është mrekulli se fëmija jenë lidhë për venet. Edhe ku do që jetojnë, tash edhe në botë televizionit Shqip e kije, me qindra kanale e kije, Kosovës, Shqipnisë, të vendeve ku jetojnë shqiptarët, dhe e ndin vetën si me kanë vendlindje veç kur dilë shashtë e din që je në vend huj. Jo e vrejni këta, si edhe në qytet kur dilni isheni njerëz shqiptarë që i thunë atje, në ashtë ajnini ma shumë të folë shqip se sa në gjutë huja. Po plot është, sidomos në Zvicër është thu se jenë Kosovë, sa atje është ka numër të madhë, edhe është dënësia, shtetë pak më i vogël, dënësia më e madhe e popullsisë,
Ato ka shumë, edhe në Gjermani po ashtu, po edhe në vende tjera. Janë bo shqiptar ka të Ku nuk shkojsh. ka, ku nuk ka. Kur të shkojsh në përbot shqiptar ki me gjithë një. Tash është shtu edhe një shok një kompani të udhëtimit në Gjermani, përpara thoshte vetëm për Düsseldorfi i kemi pas 4-5 fluturime. Tash i kemi 18 deri 24 dhe s'po muj me i përballue. Atë shumë që ka lëvizje Që ka çdo javë, lëvizje, çdo po. javë. Kjo është mirë se njerëz punojnë, vinë. Po, sa, nena, edhe sa, atje edhe nena këtu, do normal. thot, unë tham njerëzit janë sikur ujë. Shkojnë, lëvizin dhe të rahatohet. Prap lëviz diçka, vazhdon rrugën derisa të gjejnë atë rahatin.